Jemi mbledhur sot këtu në hapjen e konferencës së 9 të ambasadorëve, të organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, si një aktivitet tashmë i rregullt vjetor përmes cilit synojmë që krahas shqyrtimit të rezultateve të diplomacisë tonë, të analizojmë, diskutojmë dhe reflektojmë mbi zhvillimet e brendshme, por veçanërisht ato ndërkombëtare që prekin objektivat e politikës jashtme të Republikës së Kosovës në arenën botërore. Republika e Kosovës duhet të jetë gjithnjë e më e përgatitur që përmes institucioneve të saj përfaqësuese, diplomatëve dhe misioneve të saj nëpër botë të përfaqësojë dhe të mbrojë interesat e shtetit tonë, si dhe të artikulojë qartë dhe drejt pozicionet e Kosovës kundrejt zhvillimeve ndërkombëtare, të cilat e prekin në mënyrë direkte apo indirekte interesin e Republikës së Kosovës. Në këto kohë luftrash, konfliktesh e paqëndrueshmërisë në botë, të cilat nuk po marrin fund, Republika e Kosovës krahas mbrojtjes së interesave të saj, forcimit të sovranitetit shtetëror dhe garantimit të integritetit të vet territorial, ka qenë thellësisht e përcaktuar dhe e vendosur të mbrojë vlerat dhe parimet e botës demokratike të cilës i përket. Rrethonat e trazuara globale të viteve të fundit kanë dëshmuar se Republika e Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur ka qëndruar e palëkundur në mbështetjen e aleancës perëndimore për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin e Ukrainës kundrejt agresionit të Rusisë dhe i ka mbështetur të gjitha masat sanksionuese që aleanca perëndimore ja ka vendosur Federatës Ruse. Po ashtu Republika e Kosovës qëndron përkrah aleatit tonë më të madh, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në përpjekjen e tyre për të ndërtuar paqen në lindjen e mesme. Antarësimi në bordin e paqes, i themeluar nga presidenti Trump dhe dërgimi i ushtarëve të forcës së sigurisë të Kosovës në Gaza, në kuadër të trupës paqëruajtëse, janë dëshmi e orientimit dhe e lojalitetit tonë ndaj këtij partneriteti që e kemi. Qeveria e Kosovës e ka dënuar çdo përpjekje të Republikës Islamike të Iranit për ta cënuar stabilitetin në lindjen e mesme, duke u rreshtuar vendosmërisht krahas qëndrimit amerikan se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore, përmes të cilës do të paraqeste kërcënim për paqen dhe këtë rajon të botës. Sigurisht edhe në rajonin tonë këto zhvillime kanë pasur ndikimin e vet negativ. Pavarësisht orientimit shumicës së shteteve të Ballkanit Perëndimor, ka integrimet euroatlantike të pasurit në kufi të një fqinje siç është Serbia, e cila vazhdon të mbajë raportet ngushta me Rusinë, paraqet kërcënim jo vetëm për Kosovën, por për krejt Ballkanin. Serbia vazhdon të mos e mbështes asnjë sankcion të Bashkimit Evropian kundër Federatës Ruse, sikurse në të njëjtën kohë dhe ka intensifikuar bashkëpunimin ushtarak me vende si Kina, dhe është i vetmi vend i cili në rajon mori pjesë në ceremoninë mortore të ish udhëheqësit iranian Khamenei. Ky orientim i Serbisë është më shumë se sa një pozicion i dyzuar në arenën ndërkombëtare. Retorika e pandryshuar agresore e politikës zyrtare serbe kundrejt Republikës së Kosovës dëshmon se Serbia është burim kërcënimi dhe destabiliteti për paqen rajonale dhe evropiane. Deklarata e ministrës serbe se po të ishte në vend të Miloševićit do ta spastronte etnikisht Kosovën sërish, është një deklaratë që duhet ta marrim seriozisht jo vetëm si shtet i Kosovës, por duhet merret po aq me vëmendje dhe me seriozitet edhe nga aleatët tonë ndërkombëtar, që kanë investuar dhe investojnë në sigurinë dhe në paqen e rajonit tonë. Qëndrimet tolerante të Bashkimit Evropian ndaj pozicioneve të tilla të Serbisë e kanë inkurajuar vetë Serbinë që të mos heqë dorë nga ambicjet e saj hegemoniste
duke i shprehur ato haptaze nga Paunoviqi deri te Daciqi e Vučići. Nderuar të pranishëm, gjatë këtyre 6 muajve, prej se jam në këtë detyrë si ministër i punëve të jashtme, Ministria jonë ka intensifikuar në mënyrë të ndjeshme angazhimin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Janë zhvilluar me 10 aktivitete diplomatike, përfshirë takime bilaterale, konsultime, politika, vizita zyrtare, forume ndërkombëtare dhe komunikime diplomatike me shtetet partnere në Evropë, në Amerikë, në Azi dhe në rajone të tjera strategjike të botës. Këto aktivitete nuk janë vetëm një numër. Pas çdo takimi qëndron një interes i Kosovës, pas çdo konsultimi një objektiv diplomatik, ndërsa pas çdo marrëveshje edhe një mundësi e re për qytetarët tonë. Kemi forcuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Mbretërinë e Bashkuar, Gjermaninë, Austrinë, Belgjikën, Finlandën, Irlandën, Turqinë, shtetet nordike me shumë partnerë të tjerë. Kemi zgjeruar rrjetin e konsultimeve politike me shtete të ndryshme dhe kemi qenë aktiv në forumet e rëndësishme ndërkombëtare duke e bërë zërin e Kosovës më të pranishëm dhe më të dëgjueshëm për çdo ditë. Një rezultat i rëndësishëm i këtij angazhimi është nënshkrimi dhe avancimi i marrëveshjeve të reja ndërkombëtare, nga marrëveshjet për konsultime politike e bashkëpunim kulturor, te marrëveshjet në fushën e sigurisë, të ekonomisë, arsimit dhe lehtësimit të lëvizjes, kemi ndërtuar ura të reja të bashkëpunimit. Këto janë instrumente konkrete për ta forcuar subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës dhe për ta shndruar diplomacinë në rezultate të prekshme. Një vëmendje veçantë është kushtuar edhe shteteve që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës. Takimet, kontaktet dhe komunikimet diplomatike janë zhvilluar me këto shtete në Evropë, në Azi, në Afrikë dhe në Amerikën Latine. Qasja jonë është e qartë, aty ku nuk ka ende njohje, duhet të ketë komunikim të shtuar, aty ku ka komunikim duhet të ndërtohet besimi më tutje, ndërsa aty ku ndërtohet besimi krijohet hapësira për rezultate të reja diplomatike. Në të njëjtën kohë Kosova ka vazhduar ta zgjerojë praninë e saj diplomatike. Dekretimi për hapjen e konsullatës së përgjithshme në Houston, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe formalizimi i konsullatës së nderit në Kobe të Japonisë janë hapa konkret drejt një pranie më të fuqishme dhe më të organizuar të Republikës së Kosovës në përbotë. Por diplomacia jonë nuk është e orientuar vetëm larg kufive tonë. Ajo fillon nga rajoni ku ne jetojmë. Prandaj kemi vazhduar thellimin e bashkëpunimit me Shqipërinë, me Maqedoninë e Veriut, Malën e Zi, Kroacinë dhe me Bosnjë Hercegovinën. Përmes angazhimit në procesin e Berlinit dhe në mekanizmat e tjera rajonal, Kosova po kontribuon për një Ballkan më të integruar, më të sigurt dhe më të lidhur me Evropën. Një nga objektivat kryesore ka qenë dhe mbetet integrimi euro-atlantik i Republikës Kosovës. Kemi intensifikuar angazhimin për antarësimin në Këshillit të Evropës përmes një diplomacie të drejtë për drejtë dhe të strukturuar me shtetet anëtare, grupet politike dhe institucionet e kësaj organizate. Në Strasburg, në Bruksel dhe në kryeqytetet evropiane kemi përcjellë mesazhin e qartë. Kosova i ka përmbushur kriteret dhe meriton të jetë pjesë e familjes evropiane. Këtë nuk po e thot vetëm Kosova, këtë tashmë e thon disa prej shteteve anëtare të Këshillit të Evropës. Po ashtu e kemi avancuar bashkëpunimin me Bashkimin Evropian dhe partnerët tanë evropian, duke vendosur sundimin e ligjit reformat dhe integrimin evropian në qendër të agjendës sonë. Marrja e statusit kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian mbetet prioriteti ynë më i lartë. Diplomacia jonë është edhe diplomacia ekonomike, përmes forumeve, panajireve, sesioneve informuesve dhe takimeve B2B në Itali, në Gjermani, Zvicër, Suedi, Holand, Kanadë, Portugali dhe vende të tjera, i kemi promovuar potencialet e Kosovës për investime, tregti, turizëm, energji dhe sektor strategjik të ekonomisë. Kemi lidhur bizneset e Kosovës me tregjet ndërkombëtare dhe kemi krijuar ura të reja ndërmjet ekonomisë sonë dhe kapitalit të mërgatës. Në të njëjtën kohë kemi investuar në fuqizimin e diplomacisë publike
10 aktivitete kulturore, artistike, sportive dhe edukative janë organizuar në vendet ndryshme të botës. Përmes artit, kulturës, filmit, muzikës, letërsisë dhe trashëgimisë son, kemi treguar një Kosovë që nuk duhet vetëm të njihet si shtet, por të njihet për atë çfarë është, si vend me kulturë, talentet ndryshme të rinisë son, histori, kreativitet dhe potencial. Dhe në zemër të kësaj qasje është Mërgata jonë. Mërgata nuk është vetëm një lidhje emocionale me atë dhe jonë, ajo është pjesë e fuqisë sonë kombëtare, ekonomike, kulturore dhe diplomatike. Gjatë kësaj periude kemi hapur paralele të reja të mësimit plotësues në Gjermani, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Itali dhe në Zvicër. Kemi shpërndar rreth 7.000 tekste mësimore nëpër këto shkolla dhe kemi organizuar seminare dhe trajnime për mësuesit dhe kemi mbështetur aktivitete që e synojnë ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe të identitetit tonë. Kjo është mënyra se si ndërtohet e ardhmja, duke u siguruar që fëmijët tonë, kudo që jetojnë ata, e që i përkasin kombit tonë, ta dinë gjuhën e prindërve të tyre, ta njohin historinë dhe ta ndiejnë Kosovën si pjesë të pandashme të identitetit të tyre. Rruga përpara është e qartë. Në periudhën që vjen do të vazhdojmë të forcojmë diplomacinë tonë bilaterale dhe multilaterale, duke shndruar çdo partneritet në mundësi konkrete të Republikës Kosovës. Do të punojmë për zgjerimin dhe mbështetjen ndërkombëtare, avancimin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në Këshill të Evropës, forcimin e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tonë, si dhe thellimin e bashkëpunimit me shtetet e rajonit, si dhe me vendet që ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës. Qëllimi ynë është që Kosova të mos jetë vetëm pjesë në tryezat ndërkombëtare, por të jetë aktore besueshme, aktive dhe me ndikim në proceset që përcaktojnë të ardhmen e rajonit dhe të Evropës. Në këtë rrugtim do të vazhdojmë të zhvillojmë diplomacinë ekonomike publike dhe atë të Mërgatës, si shtylla të rëndësishme të politikës sonë të jashtme. Duam që në çdo ambasadë dhe konsullat të Kosovës të jetë jo vetëm përfaqësi diplomatike, por edhe pikë lidhëse për investime, bashkëpunim ekonomik, kulturor dhe akademik, si dhe ure fuqishme mes Republikës Kosovës dhe qytetarëve tanë të cilët jetojnë jashtë vendit. Në veçanti do të vazhdojmë të investojmë gjeneratat e reja të Mërgatës për ruajtjen e gjuhës dhe të identitetit. Një pjesë e rëndësishme e rrugës përpara është forcimi i bazës ligjore dhe institucionale të politikës sonë të jashtme. Në kuadër të agjendës legislative, një nga prioritetet kryesore është edhe ligji për shërbimin e jashtëm, i cili do të miratohet në periudhën e ardhshme. Ky ligj synon të krijojë një bazë më moderne, më funksionale për shërbimin e jashtëm të Republikës Kosovës, duke e forcuar profesionalizmin, përgjegjësinë dhe standardet e shërbimit diplomatik. Nderuar pranishëm, me qeverisin tonë kemi treguar se Republika e Kosovës e ka një diplomaci aktive, të orientuar drejt rezultateve dhe të lidhur ngushtë me interesin shtetëror. Kemi forcuar aleancat, kemi zgjeruar partneritetet, kemi avërndësuar marrëveshje të reja, kemi rritur praninë diplomatike, e kemi promovuar ekonominë dhe kulturën tonë, i kemi fuqizuar Mërgatën dhe kemi intensifikuar përpjekjet për integrimin tonë euroatlantik. Objektivi ynë është një Kosovë me subjektivitet ndërkombëtar gjithnjë më të fuqishëm, me më shumë aleat, me më shumë njohje, me më shumë integrim dhe me më shumë mundësi për qytetarët e saj. Sepse diplomacia nuk matet vetëm me numrin e takimeve që zhvillohet, ajo matet me numrin e dyrave që hapen, me partneritetet që ndërtohen, me mundësi që krijohen dhe me vendin që Kosova e zë në botë. Dhe ne do të vazhdojmë të punojmë që ajo hapësirë të jetë gjithnjë më e madhe, më e fortë në aleanca, më e fuqishme në diplomaci, më e integruar në Evropë, më e pranishme në botë. Në këtë frymë bashkëpunimi dua t'ju uroj punë të mbarë dhe suksese në konferencën e ambasadorëve, në këtë konferencë që po e mbajmë së bashku. Jam i bindur se diskutimet dhe shkëmbimi përvoja gjatë tyre ditëve do të përcjellin mesazhin dhe prioritetet e caktuara të politikës sonë të jashtme dhe do të na ndihmojnë së bashku të përcaktojmë edhe më qartë hapat përpara. Padyshim se një rol të veçantë në këtë rrugtim e keni pasur vetë ju ambasadorët, diplomatët e Republikës Kosovës, shefat e misioneve dhe gjithë përfaqësuesit tonë të Ministrisë së Jashtme jashtë vendit. Rezultatet e arritura janë pjesë e një pune të përbashkët,
të koordinuar dhe të përkushtuar. Në të njëjtën kohë edhe ata që i kemi brenda ministrisë e që punojnë për çdo ditë pa u ndalë, janë po ashtu të rëndësishëm për avancimin e përbashkët të qëllimeve tona. Prandaj dua t'ju falenderoj secilin prej jush sinqerisht për angazhimin, profesionalizmin dhe përfaqësimin që i keni bërë Republikës Kosovës në vendet ku shërbeni. Çdo takim, çdo iniciativë, çdo kontakt dhe çdo derë që e keni hapur ka qenë pjesë e përpjekjes së përbashkët për ta forcuar pozitën ndërkombëtare të Kosovës. Ju falenderit për momentin tuaj.